Në kuadër të aktivitetit Ditët e Biznesit të Vogël 2016 në Ferizaj u mbajt konferencë informuese për zhvillimin e sektorit privat në rajonin e Ferizajt. Aty u diskutua për sfidat dhe progresin e sektorit privat si dhe shërbimet e programet zhvillimore që ofron niveli qendror dhe lokal. Në fillim të këtij takimi, kryetari i komunës së Ferizajt Marem Sfarqa paraqiti nevojat që ka komuna që ai udhëheq për një ambient sa më të përshtatshëm të bërit biznes. Kemi kërkesa për një qasje në autostradë, të cilën ne mendojmë që e meritojmë si qytet, sepse qyteti Ferizajt me 110.000 banor, i treti për nga numri i popullsisë dhe i dyti për nga fuqia ekonomike pas Prishtinës, nuk do të ishte mirë që ta ketë vetëm një qasje në Sojir. Qasja që është në Babosh është jashtë teritorit komunës Ferizajt dhe është qasje e komunës Lipjanit. Ne kemi nevojë për spitale, kemi nevojë për trajtimin e ujrave të zeza. Duke ju përgjigjur kërkesave të kryetarit Sfarqa, Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharko tha se nëse krijohen kyçe të shumta në autostradë, rrezikohet standardi i autostradave evropiane që po synon të ketë Kosova. Ndërsa sipas Zharkut në komunën e Ferizajt, Ministria e Infrastrukturës do të realizojë projektin e asfaltimit të rrugëve Babosh, Tërn, Lubovc, Koshare, Slivov, Mirashiri, Cërnil, Prelez i Jerlive, Mohovc, Lloshkobare, Unaza jashtme e Ferizajt, Prelez i Jerlive, Kosin, Lojza, Dramjak, Nerudime. Ndërtimi në kalimit për automjetet tek Hekurudha në fshatin Varosh, zgjerimi i rrugës Komogllav Tresenik përmes lagjës Qarkosh Ferizaj Viti, si dhe asfaltimi i rrugës Greme Burnik Gashk Ferizaj Shtërpc. Kemi kyçe në Babosh që ne konsiderojmë si pjesë për Ferizaj, përkundra asaj që kryetari e konsideron pjesë Lipjanit, kyçe në Bibaj dhe kyçe në Dogane dhe pastaj vazhdo deri në kyçe në Hante Elezi. Sa i përket kyçes së re në Softaj, nëse dalim në Softaj prej Bibaj dhe në Softaj kemi 3 kilometra që nga ona ekonomike fatkesisht nuk na jep shumë drejt as ju, as ne, as ju. Kemi bo një variant 3 nëse mundemi që për vitin e ardhshëm natyrisht bashkëpunim me kryetarin që ta kemi një lidhje 3 në mënyrë që ta lidhim autostradën që shkon për Shkup me rrugën e ndy apo me magjistralën tonë në pjesën në rrugën drejton Islami që e dim krejt fabrika e gypav e që është, ta kemi një rrugë 3 prej Bibajve deri në drejt për drejt që kalon një tranzit apo një rrugë 3 prej Bibajve deri në drejt për drejt në rrugën drejton Islami. Ministri i Financave Abdullah Hauti tha se Ferizaj meriton vëmendje të veçantë për shkak se kjo komunë është e dyta në Republikën e Kosovës që paguan taksa dhe tatime për shtetin. Vjedhimisht është obligim ligjor dhe moral i qeverisë i Ministrisë Financave që për këtë region të kujdeset proporcionalisht me kontributin që ka ky region në buxhetin e shtetit. Nga 12.000 biznese që janë të regjistruar në regionin e Ferizajt, janë rreth 9.500 që janë aktive që paguajnë taksa rregullisht për buxhetin e shtetit. Dhe është gati më shumë se 1/5 krejt të bizneseve në nivel të Kosovës. Unë e vlerësoj shumë këto. Zonat që i ka prezentu administrata tatimore këtu në region të Ferizajt është 207 milion euro qarkullim të këtyre bizneseve në këtë region. Deri tash kanë pagu 7.9 milion euro vetëm këtë vit tatime, pa përfshi bizneset e mëdha që paguajnë drejt në njësinë e tatim paguesit mëdha në Prishtinë. Dhe unë ju garantoj që do kemë krejt vëmendjen e qeverisë ky region për të siguruar që ka kushte të mjaftueshme dhe të bazike për zhvillimin e biznesit. Ndërkaq përfaqësuesit e bizneseve ferizajase ngritën shqetësime të cilat po i pengojnë në biznes. Ata kryesisht u ankuan për problemet me furnizim të energjisë elektrike. Në eksport po kena probleme me çmimet referente. Domthon molli na e çojmë, por nuk na fakturohet me çmimet nuk na doganohet me çmimet që na i fakturojmë, po na rritën çmimet. Takimin e fundit që kemi pas në këtë vend, përfaqësues të Kekut na kanë premtuar që zonën e Gremës, ku na operojmë me biznese, të mos të kemë probleme me energji edhe me rrjet që kemi tepër të lashe. Nga ona Kekut, aja shka shkërku lokacionet ku ju kanë dosht për me vendos trafastacionet, ato e kemi siguru, dhe na si biznese në zonën e Gremës që operojmë aty, jemi zëtu
përfaqësuesve të Kekut që obligimet që kemi ndaj Kekut do thotë jem xherrë me shpenzimet që i bojmë do të rrim gati pagesave, po kushtimisht deri tash më tepër kena premtime se sa kem realizimet Kekut. Problem kryesor e kem, do me thonë, energjinë elektrike. Janë binimi punëtor që janë të punësuar në këtë region dhe ne nuk e kem as pak të rregullum. Çështjen e rrymës, çështjen infrastrukturës, kanalizimit, tujqëllësit apo diçka tjetër. Problemet me rrymë vazhdimisht po kalojnë prej etapës në të kornetat e vezve. Se temperatura aty ku është mbi 300 gradë dhe në 10 minutë në fundit qofse nuk je ato dëmton edhe deri me tani asgjë nuk ka marrën kurfar iniciative për rregullimin e asaj vije. Duke ju përgjigjur pyetjeve e shqetësimeve të bizneseve, përfaqësues të institucioneve thanë se do të ndërmarrin hapat e nevojshëm në mënyrë që atyre t'u lehtësojnë punën. Përfaqësuesit nga fabrika Minex për çmimet referente i bajthirrjet që deponoj kërkesën me gjithë dokumentacionin e nevojshëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në mënyrë që ne ta ngrisim këtë çështje në nivel institucional. Ju e dini që ne të gjitha infrastrukturat në zonat e bizneseve i kemi bart vetë shpenzimet, kështu komuna e Ferizajt, kemi ndërtuar trafo të reja në mënyrë që të ketë rrymë, por në rekomandimet që vinë nga Keci thotë për shembull që dikush që harxhon mbi 200 kW në ditë, që është ajo se një këtë teori mirë, po funksioni më ka detyruar më marr me të gjitha çështjet që janë të obliguar që të bëjnë investime të veçanta, të vetat, personale. Me ç'është edhe përfaqësuesi nga Turqia kështu i Kecit, ta ketë parasysh që ku janë të koncentruara bizneset e Ferizajt, investimet e rrymës të kenë prioritet. Në këtë takim u shpallën edhe kompanitë më të suksesshme. Në kategorinë e ndërmarrjeve të vogla më e mira u shpall ANB Baliu, e cila merret me prodhimin e kuzhinave dhe mobiljeve, si dhe BBF kompani e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike. Ndërsa ndërmarrja më e mirë e mesme u shpall Kivo, prodhuese e ambalazhit fleksibel. Gjatë ditës, përfaqësues qendrore lokal vizituan edhe disa biznese të suksesshme të komunës së Ferizajt.